Le të mbetemi fillimisht tek ajo që është kryefjale e këtij dokumentari për krenaria madhështore. Cilat janë hipotezat? Kush ja dha? Pse kishte këtë formë? Dhe a luftoi Skënderbeu me këtë kokore? Burimet e para që flasin janë të vona faktikisht. Edhe i kemi kryesisht burime epigrafike, skica, gravura, ndërsa historianët që merren me jetën e kryeheroit, biografët e tij më të shquar, më të njohur, disa ato kanë variante ndryshme. Disa janë mendimin që Gjergj Kastruti Skënderbeu ka vendosur që me datën 28 nëntor 1443. Disa do të thonë që këtë përkrenaria ka dhuruar duke Milan Francesco Sforza. Po ashtu një variant është që ka dhuruar papa, 4 papa që shfaqim me 4 papa të kohës. Ndërsa i fundit këtë ka dhuruar Alfonsi I i Napolit ose i biri Ferdinandi. Flasin gjithmonë për përkrenarin origjinal që ruhet në Muzeun e Historisë së Artit në Vjenë, në pavilionin e armëve mesetare. E vërteta është faktikisht nga burime të ndryshme historike që konsultojnë sugjerojnë se kjo përkrenaria ka punuar nga mjeshtra Arbër, varianti I parë, dhe më vonë ato që ja kanë dhuruar, siç përmenda papën Francesco Sforza, Ferdinandin e Napolit dhe birin Alfonsin E I kanë dhuruar përkrenarin në fjalë duke u bazuar modeli se për të Gjergj Kastruti Skënderbeu. Ajo e ka formën e një plisi që nuk do të thotë me automatizëm që ka të bëj me imitimin e plisit, por është me rëndësi të potencohet kjo formë, nuk është potencu shumë, por natyrisht që në këtë kontekst dallohen briret dhe koka e dhis dhe mbi shkrimi, sa I përket elementit më dallues që është koka e dhis dhe që mendoj se është edhe më me interes të ta elaborojmë këtë problematik, ka pas mendimet e ndryshme të cilat kanë rrshitur nga rrafshi historik në rrafshin e interpretimeve të ndryshme mitike, mirë po një gjë që duhet ta përmendim në këtë fakt është se legjendat që lidhen e ne besojmë se Skënderbeu ka pas një njohuri shumë të thellë lidhur mbi mitet dhe legjendat antike dhe këtë koncept duke pas parasysh kontinuitetin e thellë historik që Skënderbeu ka dashur ta identifikojë me veti që nga Epiri deri në periudhën kur ka jetuar, atëherë ka marrë elemente të tilla të kësaj mitologjie.